Përshëndetje. Ndërsa qeverisë Berisha i numërohet vetëm një çështje e humbur në arbitrazh, ajo për ndërtimin e aksit Gjirokastër-Tepelen, qeveria Rama numëron të paktën 13 çështje në arbitrazh dhe një detyrimi fillestar e 197,2 milion euro për arbitrazhet. Edhe një herë, për shkak të papërgjegjshmërisë dhe keq menaxhimit të qeverisë, vendi rrezikon të përballet me një faturë që rëndon mbi qytetarët. Bëhet fjalë për një konflikt midis qeverisë shqiptare dhe kompanisë GBC Oil, e përfaqësuar nga kompania ndërkombëtare Omni Bridgeway, e cila ju drejtua gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Dhe në përfundim të këtij procesi, gjykata e arbitrazhit vendosi të gjobisë shtetin shqiptar. Për ekzekutimin e këtij vendimi, përfituesi GBC Oil ka autorizuar kompaninë Omni Bridgeway, e cila po kryen procedurat ligjore. Çështja e Omni Bridgeway Limited kundër Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë është shqyrtuar edhe në gjykatën e qarkut SBA, e cila njohu vendimin e arbitrazhit dhe i dha të drejtë kompanisë. Në raportin e Ministrisë së Financave për zbatimin e buxhetit janë publikuar detyrimet në arbitrazh të qeverisë së Shqipërisë, pjesë e cilit është edhe çështja për prishjen e 3 marrëveshjeve për hidrokarbure me GBC Oil. Për këtë çështje, shteti shqiptar ka njohur detyrimin për të paguar 13,3 milion euro për rentën minerare, si dhe kostot ligjore 1,6 milion euro. Megjithase prej kohës shteti i njeh këtë detyrim, ai ka refuzuar ta ekzekutojë atë. Në këto kushte, kompania i është drejtuar gjykatës amerikane për të kërkuar autorizim për konfiskimin e pasurive sovrane të Shqipërisë. Duhet të jetë e qartë, këto fatura nuk duhet paguhen nga taksat e shqiptarëve. Përgjegjësia për këto vendime dhe pasojat e tyre duhet bjerë mbi ata që qeverisin sot vendin. Prandaj i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptarë që ditën e njëjtë, nesër në orën 10, të gjithë të bashkohen përpara parlamentit për të larguar Edi Ramën, qeverisja e cilit po i kushton vendit miliona euro dhe po rrezikon pasuritë e shtetit shqiptar. Faleminderit.